Në holli e teatrit Migjeni u prezantua botimi i parë i revistës Sipari, një iniciativë që synon të dokumentojë dhe promovojë jetën artistike dhe historinë e këtij institucioni kulturor. Revista, e cila do të shpërndahet falas për lexuesit çdo 3 muaj, është një nismë e drejtorit të teatrit Gerti Palali, së bashku me Astrid Fanin dhe Suad Arillën. Sipari lidhet me perdën e teatrit, është termi i perdës së teatrit kur sipari hapet fillon shfaqja, edhe kjo është një sipar për teatrin Migjeni, revista e parë edhe zyrtare e teatrit Migjeni. Sigurisht do jetë një revistë kulturore ku do paraqesim të gjitha premierat dhe shfaqjet që bëhen në teatrin Migjeni, por edhe që do të bëhen në të ardhmen. Në fokus të revistës janë rubrika si arkivi, intervistat dhe komentet, duke sjellë një pasqyrë të plotë të zhvillimeve artistike dhe trashëgimisë teatrore. Do të ketë 2 rubrika, kryesisht një për personalitetet e kësaj historie dhe tjetra nga shfaqjet më të suksesshme, të cilat do të pasqyrohen vazhdimisht në numrat e ardhshëm. Në numrin e parë janë 2 shkrime, një është intervista me aktoren e re të teatrit Ina Morinej dhe gjithashtu shkrimi mbi aktoren e madhe Tinka Kurti. Në numrin e parë një vend të veçantë zë figura e Tinka Kurtit si pjesë e kujtesës së gjallë të krijimit të teatrit Migjeni. Gjithashtu përfshihen materiale mbi premierat më të fundit si dhe aktivitetet artistike, përfshirë edhe edicionin e fundit të festivalit të shkollave të mesme.